shqetësuese ishte gjithashtu deklarata ofenduese e presidentit serb në drejtim të liderit të Turqisë. Vučići tha se ishte i tmerruar nga armët turke të dorëzuara në duart e FSK-s, ndërsa akuzoi Ankaran se po përpiqet të rikthejë perandorinë osmane. Megjithatë, Vučići i tërhoqi pas ato deklarata një ditë më vonë. Çfarë ndodhi realisht dhe pse ishte kjo tërheqje e Vučićit, apo mos ka pasur ndoshta komunikim apo tërheqje veshi nga ana e presidentit turk apo ndonjë funksionari të lartë të Turqisë? Jo, vetë Vučići është një tip kontrovers, dhe i ndron fjalët ato gabimet i përmirëson për momentin, atëherë kur e sheh rrezikun për eventualisht masa që mund t'i ndërmerr pra këtë rast Erdogani, ai e konsideron prap pra i kthehet i han fjalët e tij apo duke ignoru apo duke ndryshuar deklarimin e tij, po thotë se Turqia është një vend mik i Serbisë, është superfuqi në Ballkan, edhe mendoj që do të ndaloj këto mundësi të armatosjes Kosovës e vendeve fshinje që rrezikojnë sigurinë e Serbisë. Mirë po e harron edhe këtë se asnjë nga shtetet fshinje e Serbisë nuk kanë pretendime territoriale. Pra pretendime territoriale ka vetëm Serbia në këtë rast, pra edhe me kushtetutën Kosovës dhe pretendime ndaj Republikës Srpskës si etnitet për shkputje nga pra Federata Bosnjë e Hercegovinës, ka ndaj të pjesës territorit Kosovës, por edhe ndaj vendeve fshinje sikur që është Mali, Zi edhe Maqedonia. Pra është një tip gjithandej kontrovers i cili nuk ka një konsistencë në deklaratën e tij, edhe menjëherë i tërheq fjalët dhe kërkon falje brenda shasit me qëllim që të rikuperon atë gabimin e tij, thënë ashtu. Megjithatë, për t'ju kthyer edhe një herë kërcënimit për luftë, a mos ndoshta Vučići po përgatitet për skenarin e mundshëm të paralajmëruar nga spionazhi rus, se në fillim të nëntorit do të rrëzohet nga protestuesit dhe po kërkon që ta shmang këtë përmes ndonjë aventure të rrezikshme ndaj Kosovës? Po, unë mendoj që ai ka presionet e brendshme të protestave gjithë qytetare në Serbi, e cilat akoma do të vazhdojnë. Edhe Kosova shërben çdo herë si mbështetje edhe apo një mundësi për të përfaq forcën. Unë mendoj prapë ai nuk do të ketë një guzim të tillë ta bëjë ndërhyrje, po sido që të jetë ai po bën veprime hibride ndaj Kosovës, përveç prezencës në kufi, dërgimit të dronëve komerciale apo jo oficial pra nga sektori i sigurisë, bën kërcimin, friksimin e qytetarëve, sidomos komuniteti serb për të votuar listën serbske ata kur zgjedhjet lokale në 4 komunë veri po 6 të tjera në brendin e Kosovës po bën, dhe mandej përçarjen institucionale, mandej edhe provokimin e krizave që mund të sjellin në destabilitet këtu, dhe një sër masave tjera të kërcimeve që mund të kenë edhe pasojat të mundshme edhe të sigurisht e grupa e Radojčićit, eventualisht me sisteme të diversioneve, apo edhe me sistem të veprimit dronëve, këta kom cekë edhe më herët, pra si një kërcim serioz, duke heq fajsin, duke atribue ndonjë grupi terrorist në brenda Serbisë, sigurisht e Radojčićit të tjera, pra do të jem shumë të kujdesshëm, mirë po shqetësimi i tij vjen në momentin kritik kur ai ka menduar se ai mbizotron sa përket aspektit të hapësirës ajrore, por edhe përgjithsisht rajoni si një fuqi rajonale, dhe ky shqetësim nuk është i rastit. Pra, mendoj që Vučići po hyn në fazë të re të frikës personale, se përveç tensioneve brendshme, edhe fuqizimi i brendeve fshinje sikur që është Kosova, e bini situatë mund të brisht kuptimin e mos mbështetje gjithësisht nga opinioni ekstrem serb sa i përket Kosovës, veçanti
asaj çfarë po është bërë në kohën e fundit në Kosovë, në pjesën veriore, kur është kryer suvereniteti i plot në aspektin e sigurisë. Ndoshta jo gjitha fushat, por në aspektin e sigurisë kemi kontrollin e plot, por pritet akoma me ardhjen e listës sërbska që po bëhet presion, sidomos ai parlamenti i tij se do të punësoj 400 qytetarë në 2 fusha që akoma nuk janë paralele apo ilegale në Kosovë, fusha e arsimit edhe shëndetësisë, që një formë ta mbajë ekstremistë në sistem edhe në momentin kur pozicionohen kryetarët e komunave e mendon që ta rikthej forcën edhe të kthejë ekstremistë në veri me qëllim që ta destabilizojë Kosovën nga brenda edhe në sistemin e luftës hibride të krijojë tensione të reja.